Familja juaj është e kënaqur për zgjedhjet që ju keni vendosur të bëni? Po. A janë pak mërzitur që do largoheni nga Gramsci? Po, por është diçka që e dinin që në fillim, pasi gjithë të rinjt shkojnë në Tiranë dhe bëjnë universitetin atje. Ndërsa unë do zhvendosemi si familje, kështu që jemi Ja, gjithë do bashkë, zhvendosemi si familje. Thjesht do na mungoj kjo jetesa këtu nga. Po, patjetër. Janë shumë vite jetesë, po. Mendoj se do mësohemi shpejt ande. E mendoni se më shumë sfida Tiranën? Me shumë sfida besoj se po. E si? Për mua mendoj që do jetë pak e vështirë, sidomos fillimi, përshtatja, qytet i ri, larg familjes, po besoj që do kaloj. Do përshtateni, do kaloj. Unë mendoj që do keni pak të vështirë periudhën sa të përshtateni, por mendoj që do e shihni dhe të përshtateni më shpejt se që mendoni. Mendoj unë. Do jetë që ke vështirë të filloni shkollën, por që të ambientoni mendoj shumë shpejt. Keni ndonjë shoka, ndonjë shoqe që do largohet tjetër? Apo po thuaj se i gati gjithë gjimnazi do? Gjimnazi shkon dhe bën universitetin atje.